Nuk më kujtohet saktësisht, ty sigurisht ende më pak kur dhe si u njohëm, po mund të kishte qenë gjatë përgatitjeve të shfaqjes për Dervish Carën, kur vija thuaja në të gjitha provat. Shikoja si e stepisur ngjarjen, sidomos ty, as flisi, as nuk doja të më flisni. Në sallën e ftohtë të Pallatit të Kulturës në Tetov, atë periudhë vjeshte nisa të zbuloj magjinë e skenës. Kurse më pas, në dramat referenciale të teatrit shqiptar në Shkup, në rolet kryesore pavarësisht skenarit për mua ishe ti. Pasi kur del Birinxhiu në sken, tjerët përreth, kush do qofshin dhe si do qofshin, radhiten vetëm pas ti. Kjo mund të mos tua mikloj Sedrën, por në art, si edhe në jetë përgjithsisht, të vërtetat shpesh i zbulojmë pas kohës së tyre reale. Unë e di që lavdat kështu nuk i ke shumë qejf, por e kisha patjetër ta nis kështu, ashtu si që nisëm me ty edhe emisionin e parë në TV Era në pranverë të këtij viti, ishim ulur po në këto kariket të teatrit për fëmijë në Qarshinë e Vjetër në Shkup, dhe për neve është nder që në emisionin e parë të ciklit ku e kishim fjalën, tash në logon TV Shenja, të kemi sërisht ty misafir. Dhe në fillim vetëm Bajrush, fole pak si gjatë, por mandej do ta jap më tepër fjalën ty, po vetëm si një sqarim për publikun, nuk mund të drejtohem me ju për shkak të miqësisë son të gjatë me të cilën jam e privilegjuar. Faleminderit dhe sfari do t'ju dëshiroj mirëseardhje në eterin e gjerë me Shenjën. Duke ju dëshiruar punë të marrë dhe suksese, duke dashur që të shënjoni në fakt dhe të lini shenja çdo kund. Faleminderit. Shenja cilat me siguri se do të jo vetëm do të vlerësojnë, po edhe do të flasin për cilësinë e asaj se çfarë ndodh në moment. Faleminderit për këta fjalë që i the, më ktheve në vitet 2004, kur ne kishim punuar Dervish Carën në Pallatin e Kulturës në Tetov, dhe kur me refeti më ndronim me sy hap për themelimin e teatri profesionist në kuadrët Pallatit të Kulturës në Tetov. Vetëm një përmirësim i vogël nëse më lejohet, Bajrush, ka qenë 1994, koha ecën shpejt. 94, në fakt, po jo 2004, po 94, me që pikërisht aty desha dalë se atëherë, në më thonë, pasardhjes pluralizmit, kur në Parlamentin e Maqedonisë dhe në qeverinë e Republikës Maqedonisë u fotin edhe partitë shqiptare, dhe menduam se me vetë momentin kur një parti shqiptare, e sidomos ajo që ishte masovike dhe shumë dhe me thënë se partia për prosperitet demokratik, ne ishim të bindur se është momenti për të fillu dhe për të ardhur deri te realizimi i ëndrrës son, plus një teatr në gjuhën shqipe në Republikë. Janë vitet kur të ekspansionit të teatrit shqiptar, vitet 92, 96, kur ne kishim arrit që të realizojmë shfaqje shumë dhe me thënë se si që është them bali i Pretit, apo para balit furke e mistershme, por do të përshëndrojmë pak në balin më shumë, që bali është ajo e cila e theu akullin dhe doli në sipërfaqe, po jo në sipërfaqen që pretendonim vazhdimisht të jemi prezent në të Federatës Jugoslave, ish Jugoslave, por dolëm në Evropë. Në fakt, një teatri cili nuk i lejohi që kualitetet e veta, kulturën e vetë teatrore, ta shfaq, ta prezenton dhe tjetë në për evenimente tilla të rëndësishme, apo në festivale shumë dhe me thënë se teatrore në për botë, ndodhi pikrisht me balin, dhe atër teatri shqiptar, drama shqiptare, teatrit komësive, atër si që quëshim, arriti
që të provokon qarqet teatrore në Evropë dhe të kërkohet nga festivalet të ndryshme dhe të arritëm të intrigojmë ata qarqe festivaleske dhe qendra kulturore që të interesohen për punën dhe repertoarin që e realizon teatri shqiptar apo artistët, aktorët shqiptar, të cilët pikërisht unë Bit Pazar në atë godin të teatri që ishte vendos vitin 74, mund në mesin e pazarit, tregut, ku nuk ishte qasje as për të lëvizje lirë, pa kur fare infrastrukture, po aty mbrenda ndodhin vërtet mrekulli. Dhe të falenderoj që më ktheve pak mbrapa, me që sikur këtë dekadën e fundit teatri shqiptar është mbyllur vetvete dhe ka harruar misionin e vet dhe nuk jemi aktual as sa kemi qenë ata vitet cilët po i përmendëm tash. Desha pikërisht edhe këtu të dalim pak Bajrush. Cili është misioni i teatrit në përgjithësi dhe misioni i teatrit këtu dhe në këto kohë? Misioni i teatrit, varet kush si e kupton atë, por nga këmbështrimi im është pikërisht kjo se teatri ka mision që nëpërmjet veprimtarisë vet, nëpërmjet realizimeve të projekteve ndryshme teatrore e aktorët, nëpërmjet realizimit të personazheve të ndryshme, të tregojnë rrugën apo kajet se ka duhet shkon edhe vetë shoqëria. Mos flasim për individ, që se cili personazh që realizohet s'ken është një individ, e ku individet tjerë nga salla, ata konsumuesit e shfaqjeve, konsumuesit e mirëfill të teatrit, do të mësojnë se ka është rruga, apo do të mësojnë rrugën e drejtë të jetës, po do të mësojnë edhe ata rrugët anash cilat janë çorre dhe të dëmshme për shoqërinë. Këtu do doja të dal pak në veprimtarin tuaj, me që në 40 vitet e karrierës së gjatë dhe të suksesshme. Kam përshtypjen se gjithmonë jeni në një rrugtim drejt ëndrrës, që nuk matet me kilometra, por me punë, talent, sakrificë dhe me mbështetjen e familjes. Pasi kur e din që në shtëpi gjithçka funksionon mirë edhe pa ty, nisesh më kollaj në këtë rrugtim me më pak breng. Prandaj, le ta përmendim pak mbështetjen e zonja Behixhes gjatë këtij rrugëtimi tuaj në për autostradën ku ecni sovran, pa shumë konkurrencë, duke anashkaluar atë autostradë të minoriteteve, ku krijuesit e vegjël u bien me bryla njëri tjetrit, duke u munduar të krijojnë pak hapësirë me zor për vete, me atë gërçin tipik të njeriut dhe krijuesit të dobët. Të kthehem 40 që përmendë se në vitin 79 me rastin e ardhjes trupës teatrit kombëtar nga Tirana me Cucën e Malën në Shkup, kisha rastin që për safërmi t'i shoqëroj dhe t'i njoh më mirë artistët e mëdhenj të skenës shqiptare. Dhe me që me ndrek luse më lidhte diçka para se të vinin me Cucën e Maleme, ndrek atër kërkon të shumë që të shkojmë deri në Kaçanik, me që unë si kaçanikas ta dërgoj deri atje që ta prek, ta shef, ta ndjen Kaçanikun legjendar për safër. Ishte muj dhjetor, balt, shi, po edhe borë, dhe nuk doja të qoj që atë përshtypje që i kishte për Kaçanikun të mos zhgënjehet. Edhe më reciton të thoshte Kaçanik shytofta shyta 20 sa, jo 20, po 40 sa, se bashkëmje 40 se 20. Kështu që po është e vërtet, janë 42 vitet të në skenë, si profesionist. Tani për kam shkel dhe jam në fund të 43-ës. Do të përdori një citat të
me që përmendë zonjën time, bashkëpunëtarin tim apo shokun tim tjetër, se cila më ka shoqëruar dhe vazhdon të më shoqëroj dhe të më jep impuls për çdo ditë të re të punës, që të vazhdoj me atë ngull, me atë entuziazëm që e kam patur dhe që në entuziazëm e posedoj edhe sot. Katerina Stockmann, gruaja e doktor Stockmannit, armik me popullit, një moment thot, pas çdo burrit suksesshëm, pas një burrit suksesshëm, qëndron një grua e suksesshëm. Është shumë e vërtetë. Të mos e kisha atë grua të suksesshme, e cila ka shoqëruar dhe më ka dhënë kura dhe më ka dhënë besimin që të vazhdoj të merrem me profesionin dhe sidomos me këta prezantimet e mia, me shfaqjet ndryshme në botë, me siguri se do të kisha dështuar dhe do të kisha qenë njëri prej atyre që me bryllat do të kisha kërku hapësirë aty ku nuk ka vend. S'do mend se zonja Behigje e din edhe atë anën më pak të bukur të një karriere të gjatë dhe të fryqshme, atë anën tensionuese të dilemave, të pikpyetjeve, a ja vlen apo nuk ja vlen e kështu me radhë. Por ju të dytë bashk, duke sjellur në jetë edhe 5 vajza, tashmë të formuara si personalitete dhe si profesioniste, sigurisht që tash mund t'i përgjigjeni pyetjes në një mënyrë më të drejtë për drejtë si i edukuat, dhe ja pyetja direkte për ty Bajrush, cilët ishin parimet bazë mbi të cilët ecte procesi i edukimit të vajzave. Këtë e kam me rëndësi pasi çdo esnaf, i cili do profesion qoftë, me që e ka disiplinën e punës dhe me që kërkon të vërtetën dhe me që është vetvetja, flasim për esnafët e vërtetë të gjitha profileve të mundshme, gjithmonë kanë përgjigje autentike për atë se si i edukojnë fëmijët e tyre. Unë edhe njerë po i kthehem bashkëshortës sime Behigjes, e cila kam fatur fatin që ajo të jetë punëtore e arsimit, e cila para disa muajve është pensionuar, dhe ku ka arrit që të edukon breza nxënësi, fëmijësh dhe të nxjerrë gjenerate të suksesshme gjatë karrierës së vet. Kështu që nuk ka qenë fare problem ajo se sillen çfarë rrugë, çfarë mënyrë do t'i edukoj vajzat e veta, me që kur ka arrit të edukon aq breza nxënësish e fëmijësh të tjerëve, sigurisht për të vetë e ka patur edhe shumë më lehtë. Unë jam ndoshta secili prind, secili bab, secili kryefamiljar më burë dhe krenohet me fëmijët e vet, por unë vërtet jam njëri prej atyre që krenohem dhe që kam arrit që t'i edukoj në të mënyrë dhe në të frym, sa që sot të bëhen vetvetja, t'jenë nana të mira, t'kenë fëmijët e tyre për cilët kujdesen, për cilët i edukojnë, po në atë mënyrë si që ka edukuar nana e tyre. Po them nëna se babaj i tyre vazhdimisht ka qenë, them në rrugë i zënë me produksionet të teatrit, me udhëtimet e veta, ku sot kam arrit të gjitha t'i kem edhe të punësuara, me fakultetet kryera, me fëmijët tyre, me një bashkësi, me që të pesët i kam të martuara, dhe ku në fakt unë pas 5 vajzave që i kam lindë me shoqën time, në fakt më shtunë edhe 5 djemë, që janë 5 dhamurët e mi, dhe cilët më bëjnë një kënaqësi të posaçme kur i shoh se ata sillen me zveti më mirë se vllau me vllau që do të sillen. Atëherë, le ta përmbyllim këtë pak me nipat dhe mbesat, sa i keni gjithsej? Për momentin janë 7, 2 nipa, 5 mbesa,
Po, jemi në pritje edhe një kështu që të jemi shumë shpejt edhe të erë, edhe shpresoj se do të vazhdojmë të jemi ashtë që të duhet jemi. Ata më bëjnë kënaqësi të posaçme, ata krijojnë kënaqësi të posaçme. Unë kisha rastin tash në Norvegji, në Oslo, me bashkëshortën time, ku isha mysafir tek 2 motrat e mia pas realizimit të shfaqjes Armiku i popullit në shijen të Norvegjisë, për që përse të flasim më vonë, dhe ku një ditë gjohën mëngjes dhe po i them shoqës, e din çka, unë mua vërtet po më bëjnë nervoz nga njëherë, besat e bipa, po në shku, po ja këtu po më mungon e zhurë me e tyre. Edhe vërtet ishte ajo që më mungon të e zhurë dhe me të arritur në posatroj aeroplanin Shkup, dalë me të shoqën shof kanë dalë të gjithë nipët e mesët me në pritë, sikur se në kohë kur vinte presidenti i shtetit të një tjetër. Bajrush, a qenë ka e vërtet që nipat dhe mbesat duhen më shumë se sa fëmijët, se kjo si ku bie ndesh me atë që e dim se dashuria e prindit ndaj fëmijës është më e madhja që mund të ekzistojë në këtë dynja. Por si është kjo? Është e shpjegueshme, jo. Është shumë e vërtet se fëmijë përzinë një vend të posaçëm dashurin e gjyshit e gjyshës. Edhe kjo krijon një kënaqësi të posaçme, kështu që me që unë vërtet tani jam me shoqën në shtëpi, po për çdo ditë kam njërin prej vajzave me mesën, me nipin, apo 2 e 3 e gjitha, apo si mbrapa se ishim mysafir tek Afrodita, ishim të gjithë dhe kur e shef se je i rrethuar prej vajzave, prej dhëndorëve, prej mesave, nipave, ndalesh edhe me nënë thua, kur e fillova jetën, si e kalova, ku arrita, a kjo qenë ka jetë. Dhe a ja vlen tjeto, ja vlen. Tash me të vërtet pak kështu më emocionove, po neve po vazhdojmë. Më vjen shumë mirë që këtë pjesën private që desha ta kapim e përmbyll e kaq bukur Bajrush, dhe do doja të vazhdojmë lidhur me atë se cili pas gjithë këtyre roleve që ke pasur në teatrin shqiptar dhe jo vetëm shqiptar, është nënshkrimi yt autorial. Mendoj se më së tepër me identifikohesh me rolin në Ditarin e një të çmenduri sipas tekstit të Gogolit, dhe këtu nëse më lejohet një hyrje pak më e gjatë. Ishte Vera e Ohrit viti 2008 dhe unë isa enkas për të parë një shfaqje në regji të Peter Brook. U fikën dritat, nisi loja, njerëzit shumë serioz, ishte një monodram e regjisorit të famshëm botëror Brook. Megjithatë, kur në sken doli aktoria një shtat shkurtër, ishte zezake, më kujtohet, kisha përshtypjen se skena mbetet bosh dhe sikur ngjarja skenike akoma nuk ka nisur. Hajde durohu, i thoja vetes, ndoshta bëhet më mirë, mande ishte pak edhe puni nati, enkas isha nisur për këtë monodram, por kush më kishte mua faj që reperi im për monodram, edhe atëherë, edhe sot, mbetet Ditari një të çmenduri, nuk e di as vetë sa herë e kam parë. Po, unë kam patur fatin të punoj pikërisht po Prishtinën, në Ditarin e të çmendur, dhe atë në një kohë pak odë, në punoj vitin 2001, kur forcat policarë ushtarake maqedonase luftonin me shqiptarë të armatosur në kaljanin malit e Titovës, ku unë me një regjizor maqedonas, i cili jeton dhe vepron në Moskë. Pikërisht gjatë asaj periudhe ne kishim filluar të punojmë dhe të merrem me çmendurin po Prishtinën. Dhe është periudha ku unë e punoj atë pikërisht se ishte momenti kur kërkoja dhe mundosha që gjitha asaj katraue që ndodhen në atër që në rrethonte, doja t'i jepja një përgjigje. Nuk mundesh t'i japë një përgjigje. Përgjigje i dha vetë karakterin për Prishtinën.
Po Prishtinë është një personazh të cilin e njeh e ta në botën, me që unë kam patur rastin ta shfaqen edhe në Moskë, edhe në Kiev, edhe në Shën Petersburg. Dhe ku në Moskë të them për krah aparaturës për përkthim simultan që kishim siguruar në shfaqjen e parë, natën e parë, 3 minutat e parë i mbajtën, mandej gjujtën ata, dhe reagonte ajo publikë në Moskë shumë më saktë se sa publiku që e kupton dhe njeh gjuhën shqipe. Them Shkup Prishtinë apo Tiranë. Me këtë do të them se po Prishtinë njeh secili që njeh teatrin. Jo vetëm ata që njohin teatrin, por cilët kanë pas qasje në literaturë. Dhe kjo ka bërë që ta besoj dhe ta bindë vetën se po Prishtinë është letër njoftimi. E tha fjalën e vetë kritika ruse, apo mos i kthejmë tash të ndjerit teatrologut më të madh rus të kohës kur unë isha në Moskvë e në Kiev në festival ku ishte kryetari juris, kur mund të çmimin për interpretimin më të mirë në festivalin e melodramës Vitlunja, Valeri Kazanov, i cili në drekën që shtruar fill pas prezantimit për Prishtinit, prezantimit monodramës shqiptare nga Maqedonia, si që quanin ata, në restoranin që ishte i pagzuar Gogoli dhe ku me të fotur në restoran kërkuan nga unë që të fotografohem me portretin Gogolit, nuk pranova, me që thash unë kam patur rastin që në Moskë tek varrezat e të mëdhenj me të fotografohem pikërisht në varin e Gogolit nga Gogolin. Dhe aty më mbetën pak si në fjalën e vet përshëndetse Valeri Kazanov tha këte që më kam mbet kujdes, kur të pash para shfaqjes nuk e besova kur se do t'jesh për Prishtinë, me që për Prishtinë njohin gjithë si një imcak, një burr imcak, një në punë, si në një zyrë i cili vetëm gdhen lapsat e shefit tij, e drejtorit e kështu, i cili është i dashuruar vajzën e drejtorit, i cili nuk guxon ta nxjerrë kështu. Thot po pas shfaqjes ke detyru ta ndroj bindjen dhe të them se po Prishtini është pikërisht ky shqiptar që na vjen nga Maqedonia. Mendova, thash, mos po bëndej shakan llogarit asaj se çka, po jo, ai ishte binc në atë, me që fill pas asaj pasoi ftesa nga ona e tij, ku ishte edhe profesor i teatrologjisë në akademinë në Volgograd të Rusisë, ku më fton për 10 ditë rreshtas të shkoj të luaj shfaqjen para studentëve dhe të ligjeroj për atë se si kam arrit të realizoj për Prishtinë. Kjo mbeti pa u realizuar, me që atëherë më mungoj me që njerë me që isha në Moskë dhe kisha marrë një buxhet nga Ministria e Kulturës, për të dytën e radhës nuk më afruan kënaqësi për të realizuar këtë udhëtim deri në Volgograd dhe kështu mbeta pa mos me e realizuar edhe të që ishte kërkesja ati dhe që kuptohet ishte dhe dëshiri. Përndryshe, unë për gjithë opusit personazhet, karakteret cilët i kam realizuar, mundohem vazhdimisht i ndaj ata aq gishta sa ka dora, apo aq vajza sa ka mund, dhe se cilës t'ja përkushtoj nga një personazh, ku janë përveç për Prishtinit, është Bali, më mërmendja? Bali, breti kuptohet, është Liri, breti Lirë të Shakespeare-it, është babai në i Strindbergut, është Sokrati, në mbrojtje dhe Sokrati, kështu me radhë. Janë personazhet cilat rolet, cilat nuk mundesh jo me anashkalu asnjëherë, por nuk mundesh ta lësh anash asnjërin, me që unë jam i bindur se në gjitha këta personazhe kam qenë vetvetja dhe
kam dhënë gjithë atë që kanë merituar ata personazhet cilët më kanë ofruar kënaqësinë që të konsumoj të gjitha ata karakteristika tyre për të mund të nxjerr mendej nga vetja ata cilët i meritojnë ata personazhe. Në fakt, ky është edhe kulmi të jetë njeriu vetvetja, qoftë në sferën private, qoftë në sferën profesionale apo në skenë siç është rasti me ju. Mua më kujtohet që në shënimin e 40 vjetorit të karrierës suaj, disa ditë pas promovimit të librit Ditari një të çmenduri, u mbajt shfaqja Armiku i popullit sipas tekstit të Henrik Ibsenit. Dhe pikërisht me këtë shfaqje ju prezantohat në vendlindjen e Tishien të Norvegjisë, ku për çdo vjet mbahet konferenca kushtuar veprimtarisë së Henrik Ibsenit, dramaturgut më të madh norvegjez dhe njërit ndër emrat më të spikatur të dramaturgjisë botërore, dhe pas konferencës i jepen nga një shfaqje prej më shumë shteteve të ftuara. Si vjet, nga Maqedonia, pikërisht Armiku i popullit ku ju keni rolin kryesor u prezantua në Shien, fare shkurtas Bajrush për fund të kësaj interviste për përshtypjet nga ky prezantim. Unë kam rolin kryesor, po Armiku i popullit është produksionimi, është produksioni i teatrit një aktori, që ne menaxhoj e nënshkruajmë, dhe ku në Shien të Norvegjisë dy vitin 2009 unë kisha aplikuar dhe fituar çmimin me një vlerë për 82.000 eurosh për të realizuar Pergyntin e Ibsenit si një shfaqje me karakter më të gjerë, ku doja të involvoj teatrët apo kulturën teatrore gjithë shqiptare, me futur brenda me Prishtinë në Shkupit edhe Prishtinën e Tiranën, dhe ku Pergynti është pikërisht ajo e cila flet për personalitetin, për atë se çfarë do të thotë vetvetja, ku është njëra prej kryeveprave në dramaturgjinë e Ibsenit, po edhe në dramaturgjinë botërore. Nëse më lehet të më ndorësh, realizimi i Pergyntit ka qenë ëndër e juaj shumë vjeçare dhe në fund në 2009 arritët që në tandem të mirë me regjisorin Slobodan Nukovski. Po, në vitin 2010 e realizuam dhe e keqja saj është se pas gjitha asaj pune që e bëm, arritën të më hekin, të nxjerrin nga repertuari menaxhues të teatrit shqiptar dhe me 1-2 punëtor skene, ku ishte shumë e pakuptueshme se punëtori skenës do të jetë ai i cili do të merr vendime për të vendosur për repertuarin e teatrit. Ku po të fjalë për një shfaqje e cila u dëshmu si shfaqje e madhe edhe në festivalin e Butrintit, festivalin e teatrit antik në Butrint, apo në festivalin e Vera e Ohrit, dhe ku pasuan disa repriza në Prishtinë, dhe ku 2 vite me radhë kishte ftesë të hapur për qenë pjesë e festivalit më të madh në mes të Sarajevës, dhe ku vetvetju dijeshte se kuadrat kësaj konference duheshte të shfaqet edhe Pergynti. E hekën shfaqen për repertuarit dhe atëherë për 40 vjetorin e punës sime në teatr, për 14 vjet në teatr, atëherë vendose që të jetë pikërisht Armiku i popullit, dhe pas realizimit të shfaqjes, që është një shfaqje shumë interesante në planin e konceptimit të regjisorit në një ring boksit, ku sot çdo gjë është ring, me që po shifet prej në parlament e jashtë parlamentit, e kështu me radhë si në Kosovë, si në Maqedoni, në Greqi, në Qiellin Ballkanik. Bile boksi del një lojë shumë e pastër në krahasim me lojrat e skenave tjera. Dhe unë aplikova në Shien, dhe kur kisha përkras apo si njëri për financuesve ishte të projektit edhe ambasada norvegjeze me Selim Prishtinë, dhe ata u intriguar me vetë faktin, me pamjet apo me atë dividend cilën ua kisha treguar, dhe ku si vjet për 14 në radhës në Shien u mbajt
konferenca dedikuar pikërisht Ibzenit, ku 120 njohës më të mëdhenj të Ibzenit, doktorantë të ndryshëm që kanë doktoruar në dramaturgjinë e Ibzenit, nga e tërë bota ishin prezent në Shien, dhe ku nga të gjithë aplikantët cilët kanë aplikuar në fakt nga e tërë bota, ku ka pasur 30 e diçka aplikime të Ibzenit, është pranuar dhe është ftuar vetëm armiku i popullit, ku me datë 15 në orën 13 në mesditë, pikërisht vetëm për pjesëmarrësit në konferencë u shfaqje, ku pas shfaqjes vazhdoi biseda, me që tema e këtij viti në atë konferencë ka qenë armiku i hapt, apo që i ka zarfia tek armiku i popullit. Dhe ishte kënaqësi e madhe ku në një festival si që është, në një manifestim, apo në një konferencë tillë, në një eveniment tillë si që ishte ky, apo si që ka ndodhur Teatri Shqiptar dikur në vitin 2000 në Bienalin e Bonit, ku ne arritëm që për herë të parë të prezantohemi me autorët e Dervishin, ku është festivali i autorit, dhe ku shfaqja atëherë u pranua jashtëmosje është ere e dytë, por që është edhe shumë më domethënëse se në kuadër të Ibzeniadës, në kuadër të konferencës së Ibzenit, shfaq pikërisht Ibzenin dhe të gjithë ata doktorantë, ata njohës, ata menaxhues të këtij manifestimi, Duart Trakasin dhe Prorisin me atë bravo e kështu me radhë. Por me që jem këtu, do të më lejohet që ti përmendje ata të cilët e mundësuan këtë realizim të kësaj shfaqje tjetër është Ministria e Kulturës Qeverisë së Republikës Maqedonisë, Ministria e Kulturës Qeverisë së Republikës Kosovës, cilët janë shumë mirë njohur, cilët udhëtimin për 16 pjesëmarrës në relacion Shkup-Vjen Oslo e nësjetës dhe paguan ata, si dhe ambasada norvegjeze me sili në Prishtinë. Këta ne mundësuan dhe ne ofruan kënaqësinë që kultura teatrore gjithë shqiptare të prezantohet me një eveniment tillë siç ishte Shieni apo Ibzeni Apart në 2015 në Shien të Leqis.